Përshëndetje. Mirë se vini në Mesdrit. Takohemi dhe sot së bashku pasi fundjavë. Ku me siguri kemi qëndruar të gjithë në shtëpi për ta shijuar mirë dhe bukur. Dimri ka trokitur zyrtarisht, vjeshta është këtu, nuk duket tek ne. Ne sërish zgjedhim të qëndrojmë besnik të brendshme se duam verë gjithë vitin, kështu që edhe sot ju themi të keni një ditë të jashtëzakonshme të bukur. E keni nisur me informacion, me live në mëngjes dhe tash më takohemi bashkë për të vjuar me pagatim, me horoskop dhe me gjithçka tjetër që lidhet ngushtësisht me shëndetin sot. Alba, më lejo të them mirëmëngjes sepse ora është 10:08 minuta, praktikisht mirëmëngjes do themi, na lejoni t'ju themi dhe juve mirëmëngjes. Paçi një javë fantastike. Sot është e hënë, Alba me të drejtë tha që vjeshta ka trokitur zyrtarisht dhe në fakt temperaturat e ditës sotme nuk ishin as pak temperatura vjeshte, ishin totalisht temperatura dimri, do thoja një ditë e vërtet dhjetori, sepse 15 gradë Celsius me këto temperatura jemi mësuar në ditor, për çën si ka kjo, nëse ai dielli i brendshëm na bën edhe kemi të zgjuar, na bën që ndihemi ngrohtë, sidomos kur zgjedhim të shpenzojmë kohën më të madhe të ditës sonë me njerëzit tonë të zemrës. Sot kemi rrezikuar, kemi zgjedhur të kthehemi prapë tek takat, kështu që na shkoft mbar, patëm një program pa probleme. Do pyes me Regjinin sot, nuk kam dorë mund të luaj me fatin, do ta pyes mirë dhe do i them në rast se kemi të papritura, kemi ndonjë kapilepri dhe sot apo do t'jemi mirë e bukur. Gjithsesi nuk ka një mëngjes të mbar pa atë të zonjën e shtëpisë, të cilën e duam shumë, na ka ushqyer shpirtin në javën e parë të këtij programi, por gjithashtu i ka dhënë një buzëqeshje shumë të përzemërt gjithë shikuesve. Dhe na ka premtuar që do bëj petulla. Ku je më Florenca? Florenca, mirëmëngjes. O sa dashuri. Ja, sigur e kemi bërë me llah. Nuk e di pse jemi bërë sot si Këshilli i Gjelbërt i Tiranës. Jemi bërë si fusha Gjelbër në Kukës, Alma. Natyrisht. Ndër peizazhet më të bukura të Shqipërisë, jemi veshur me jeshil, jemi kombinuar. Jemi tokozuar sot. Jemi njerëz që shpirtin e kemi të mbushur me shpresë. Shumë e vërtetë. Sa e bukur. Askush nuk mund ta thoshte më mirë Florenca këto, sepse me të drejtë e lidhi bukur ngjyrën me shpresën, me ndjesinë. Si e patë fundjavën? Shumë mirë. U lodha u mërzita apo? Jo, fare. Duke shumë bukur sot. Faleminderit. Ndrin Florenca sot, edhe duke që është nga një fundjavë pushimi gjithë ky rezultat. Ku e kemi lulen sot? Ke një buqet. Jo një, një buqet, jo një lule, po një buqet me lule. Regjia ta fokusoj Florencën për ta treguar detaj. Wow, sa detajista. Je shumë e bukur. Je shumë e bukur, jemi të gjithë me energji shumë të mirë. Nurin e ta marr nga ju. Florenca, po nuk na ke treguar, si kanë qenë komentet e javës së parë, se nuk e di, më zhdukur shumë të mira, shumë e shpejt. Më kanë falenderuar, më kanë thënë si gjithmonë vazhdo. Vazhdoj njëta e pa ndryshuar, këtë do thoja unë se ka patur vërtet energji shumë të mirë. Ndërsa nga ana tjetër, na lejohet ta themi për të 1000-ën herë edhe publikisht që faleminderit që ke bërë me dritën akoma më solare, sepse emrin e ka me shumë dritë, por edhe personazhet që janë pjesë e emisionit ton duhet të mbartin atë dritën e vet që emri të rrit tamam emisionit. Edhe mua që ditën e parë ky emër më ka pëlqyer jashtëmase. Aty the po këtij bashkëpunimi, vetëm te emri besoj. Jo, unë e di arsyen pse Florenca i ka thënë po këtij bashkëpunimi. Mund ta themi publikisht, tha gjithçka që bën Vizion Plus është për familjen dhe unë patjetër po gjithmonë Vizion Plus. Kështu tha Florenca, dhe është për të vlerësuar. Kam parë gjithmonë Vizion Plus, është e çuditshme. Ka qenë thënë Florenca të ndodhë këtë takim. Thirrje nga universi. Mirë, është momenti që ne t'i tregojmë edhe publikut recetën, po përpara se të kalojmë tek prezantimi i saj dhe t'i themi se çfarë Florenca do gatuaj për ne, e kishe menduar se do punojë ndonjëherë Vizion Plus? Jo, asnjëherë. Absolutisht. Pra ka qenë plan sekret i universit. Kur mos thuaj kur, sepse asnjëherë nuk i dihet. Por ja që e kishit ju plan. Ashtë në përherë, ka qënë thirrje nga universi. Mirë, tani, që të premten, Florenca na kishte premtuar që do bënim petulla me kos. Me kos, po le shoqërojmë si na do e bardha zemër. Këto janë petulla në fakt, aq të mira, sepse nuk thithin as 1 gram vaj. As 1 gram vaj, nga ato petulla që neve na pëlqejnë shumë. Mirë, teksa Florenca bëhet gati me gjitha enët e domosdoshme, na lejoni të prezantojmë recetën, çfarë na duhet për të realizuar këto petulla pa vaj që mund të shoqërojmë me kos apo me djathë lufra. Një vezë, 200 gram kos, një fryrës, pa krip, miell sa të marrë, më kanë shkruar këtu. Afërsisht 350 gram për shoqërinë. Sa bukur e ka thënë.
Për shoqërim, mjalt ose djath ose kos. Ndërsa për recetë plotësuese, kunguj me kos, 1 kg kos, 3 kunguj, vaj ulliri, krip, koper, hudër. Çdo doje bardha zemër për sepse kos shoqërim. kemi shumë, është kosi lufra dhe ne duhet ta fusim në punë. Patjetër, dhe mos harrojmë kemi dhe Millin Ola dhe unë kam një pyetje si një vajzë që nuk i kam punët mirë me brumin, cilin do të marrim mielin me fryrës. Tipologjitë e miellit ne zgjedhim mielin me fryrës. Pra do shkojmë tek mielli. Ndërsa në recetë kemi shkruar që duhet fryrës, për ju që mbase nuk e keni për momentin mielin me fryrës, merrni një fryrës edhe. Në rregull. Ose bini shkurt fare dhe merrni mielin që ka fryrësin brenda, Ola, dhe jemi okay. Petulla do jenë ma fishe ashtu siç edhe ne i duam. Mirë, ne do zgjedhim, do mendojmë se me çfarë do shoqërojmë. Dilem shumë e madhe kjo sot. Deri në fund. Me shumicë madje. Sa minuta që duhen se unë e di që mielli i petullave duhet pushoj pak. Gjysmore, mirë është të qëndroj, edhe pastaj fillon përgatitja dhe skuqja. Ka një metodë tjetër, nuk janë ato petullat nga tasi, brumin do ta hedh në tavolin, do ta pres në copa, do t'i jap formën dhe do skuqen. Janë petulla, ndryshe nga petullat e zakonshme tradicionale. Që bëjmë në shtëpi, her pas here, por që kanë shumë vaj. Ato që bëjmë ne, ndërsa ato që do na vështi kanë më pak vaj. Nuk kanë vaj fare, vaj qëndron në tigan, aq sa kemi hedhur. Petullat nuk marrin me vete asnjë pikë vaj. Ashtu siç edhe ne i duam. Do nisim nga puna, çfarë na duhet? Po, na duhet mielli, na duhet veza edhe kosi. Mirë, për fat të mirë e kemi gjithçka gati këtu dhe i kemi shumë pranë produktet, madje unë do doja që ti na kishe bërë test të gjën. Mua dhe Surjanit na vendosin në kërkim të produkteve. Si thua? Të gjej djathin unë? Jo, kjo është shumë e lehtë. Jo, ato të fundi që do konsumoj. Ai është në fund. Gjej mielin, ku e ke mielin? Ti gjen Florenca, unë e ka vepër Syrian, kam 16 sy në praktikë. Ti gjen djathin, unë gjej mielin, publiku le të shkoj të shoh insertin sepse do njihemi me vetit e mjaltit. Dhe sa i rëndësishëm është në këto ditë të ftohta edhe për imunitetin. Qëndroni me ne. Mjalti jo vetëm i shton shijen mëngjesit ton, por mban brenda edhe sekrete mira vjeçare. Ky produkt i ëmbël nuk është thjesht një ëmbëlsues, është një super ushqim i natyrës. Mjalti prodhohet nga bletët, të cilat vizitojnë deri në 2 milion lule për të krijuar vetëm një kavanos të vogël. Mjalti ka aftësi antibakteriale, është i pasur me antioksidant dhe është përdorur që nga koha e Egjiptit e lashtë, jo vetëm për ushqim, por edhe për shërim. Pra nëse kërkoni një mënyrë të ëmbël për të ndjerë më mirë, përgjigja është e thjeshtë, pak mjalt. Por kujdes, gjithmonë zgjidhni mjalt natyral, idealisht nga prodhues vendas. Ja ku jemi sërish dhe me siguri në ndonjë familje shqiptare, unë uroj mos ke ndodhur, po duhet kenë ndonjë fëmijë që i ka bërë me hile shkollës sot, ka qëndruar në shtëpi dhe ka kërkuar mamit ose nënës petulla. Dhe ja, të më shikojnë mua, edhe ti përgatisim. Ashtu dorë. Nga nisim Florenca na trego tani. Ja, kemi hedhur një kokërves këtu, edhe do ta rrahim atë, mund ta rrash sa të nxjerr tiganin, ta bëj gati. Po patjetër që po, me gjithë shef madje, më në fund më futu në punë. Çfarë të bëj Florenca? Ti mos rrijeri. Ndërkohë po komunikoj me publikun që unë e dua pafund. Leoni të rikujtoj edhe një herë, përbërse që neve na duhen për petullat pa vaj, se kështu do i quajmë sot, një vezë, 200 gram kos, një fryrës ose nuk ke nevoj për fryrës, në qoftë se kemi mielin Ola, i cili ka fryrësin vetë. Rikujtojmë 200 gram kos lufra, pa krip, miell sa të marrim ka shkruar Florenca, afërsisht në 350 gram. Për shoqërim mund të përdorim mjalt ose djath ose kos për ata të cilët vërtet e pëlqen kosin. Ndërsa një recet plotësuese kemi kunguj me kos, 1 kg kos, 3 kunguj, vaj ulliri, krip, koper, hudhër. Dukshëm, receta ditës sotme do jetë recete gjatë dhe jam i sigurt do jetë prej atyre gatimeve që e mbush tryezën. Në qoftë se nuk keni menduar çfarë gatuani për trek, prandaj jemi ne që t'ju japim disa sugjerime përmes kësaj rubrike gatimi, të cilën në patronazh sigurisht e ka zonja Florenca. E ka zonja Florenca, jemi vetëm për ta asistuar këtu. I hedhim pak sheqer të marr një luk. Alma, me çfarë tjetër dhe Florenca, me çfarë tjetër mund të shoqërojmë?
Unë jam skuadra e kripës, e dini ju, Mereçel. Po Reçel dhe djathtë është një kombinim shumë i mirë. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Si thua ti, shije umami. Shije umami për Umami. Po, mirë kisha rrahur vezën? Umami. U përpoqja edhe doja një punë të mirë. Edhim kosin, i rahim, bëjmë gati Gjithë mielin. masën e lufrës sot. Po, jo të gjithën lash pak. Okej, çfarë të duhet? Mielin. Edhe ti Florenca si unë e bën matjen me sy? Po, Shumë mirë. Nuk kemi skuadra e peshorës. Po, gjitha mjeshtret me sy por që nuk peshojmë gjë. matjen. ne kemi shumë të zhvilluar pjesën e të shpikurit të gjërave vetë. E kemi këtë. E kemi s'kemi atë mund si peshore që jemi. Çfarë tua do na thoj Meri sot? Do kemi ndonjë lajm të mirë në peshoret për këtë javë? Gjithmonë Se javën kemi e parë pasur. patëm të mirë kur e Gjithmonë. mendon, pavarësisht disa ngjarjeve të vogla, të pallogaritura. Tani gjërat zakonisht dalin nga javë dobishme. Nga parashikime. Po zakonisht Meri, jo zakonisht, gjithmonë Meri Gjini godet. Florenca jam shumë kundërshtare, ndërkohë që po përgatisim këto petullat. Unë thash që me shumë nostalgji kur them fjalën petulla dhe mua më kujton gjyshen që mi përgatisten vegjëli, kam kujtime të jashtëzakonshme. Po. Dhe lum ata fëmijë që janë rritur nga gjyshrit e tyre. Si ke qenë ti si nënë? Të ndihmoj unë, të ndihmoj unë. Jo se hapa. Më trego pak, a jeti ajo Se nëna? s'dua ta prish urdhër? Lërja Syriani them unë Mirë, po, mirë. je. Të bëj një punë edhe Po. ai se edhe për çfarë na keni të dy këtu pastaj? Më Vetëm thuaj. të flasim Më ne. thuaj. Si ke qenë si nën si gjyshe? Ke qenë ajo nëna gjyshja e ëmbël që i besonte fjalës apo edhe ti ke patur një metodë? Shap. Jo, harroje. Harroje? Jo, as te fëmijët. Nuk e ke bërë ti atë që as bëjnë ke nënat fëmijët shqiptare e mi. që thoshin. Jo, as ke fëmijët e mi. E mban mend se thoshin, Absolutisht. e mban mend ti nuk e mban mend, po unë e mbaj mend shumë mirë siç thoshin nënat shqiptare. Hajde se nuk do të bëj gjë, vetëm afrohu. Jo. Dhe ajo ishte red flag thon tani Gen Z-ja, flamuri kuq. Flamuri kuq. Vetëm hajde thoshte se do të bëj gjë, nuk të prek me dorë, vetëm afrohu. Dhe ai ishte kurthi i parë që të bëni vegjëli. Çfarë aty ku besimit e. Ndërsa unë nga vegjëlia kujtoj Alma momentin kur gjyshja ime përgatiste për ne fëmijët dhe ne kemi qenë shumë fëmijë, jo vetëm familja ime, po praktikisht gjithë fëmijët e fisit. Shumë një për e besa, po një numër relativisht i lartë dhe ka duhet dhe petulla për të gjithë ne. Dhe më mbaj mend ato momente që ishin petullat, ndoshta ajo gjë që na mblidhte gjithëve bashkë atë një tryeze, duke bërë shaka, duke u ngacmuar me njëri tjetrin, duke bërë lojra me njëri tjetrin dhe sigurisht në sjell pas shumë vite në fëmijëri. Unë dua t'i pyes pak Vite edhe që na mungojnë ata. gjithë, por ja që rritja është e pashmangshme dhe nuk bëjmë kompromis do me rritjen. Me rritjen vite përgjithësi dhe Tani ne ku si t'i dua. gjejmë më ato petullat e gjyshes që përgatiste atëherë, por për fat mirë kemi Florencë. Me tepsi. Unë jam kundërshtare të pyes edhe Regjinë, përfshim pak edhe Regjinë. Po ata si kanë trajtuar në vegjëli? Pra nëse dikush ka patur shapë, dikush tjetër ka patur oklain. Shapka na ka rrit, thot ai kolegu ynë Orioni në Regjinë. Nuk i kam dhënë. Dhe nuk kanë bërë keq kur e mendon. Fjalë e vërtet. Shëndet se vërtet. Shëndet Florenca. Të dashur kolegë, sa ju pas kanë rrahur. Fjalë vërtet. Sa ju pas kanë rrahur. Florenca, mos u smur këto ditë. Jo. Se kemi dhe muaj të rëndësishëm në tetorit. Ndoshta mielli kam përshtypjen. Më parë. Është mielli. Një zhrimce miellit, Pa. edhe të marrë edhe atë Florenca, spatulën. unë a mund të shpreh një dëshirë? Plastike, një minutë. Spatulën po. Edhe unë do ta mbaj mend fjalën. Rezervoje Do ta rezervoj atë për pak dëshirë sa për po një ta ketë minutë. gati. Sepse Florenca spatulën. mos harrojmë që gjëja më rëndësishme në këtë moment transmetimi janë petulla. Sepse vjen ti them petulla, jo petulla. Ti mund po ndoshta si të duash. për atë adaptimin që duhet i bëjmë gjuhës standardeve, qenë kontribojmë në ekran. Çfarë po thoja unë se nuk dua ta harroj se e kam shumë të rëndësishme. Unë për datën 6 tetor Florenca, për ditëlindjen time, a mund të kërkoj të përgatisësh diçka speciale? Po patjetër, çfarë duash? Cheesecake. Çfarë mendon ti se mund të përgatisi? Po jo, çfarë konsumon ti dhe ke qef? Tjetë për mua, Jo. unë qëndroj jam skuadra e të kripurave, po më mërzitën të gjithë të tjerët. Çfarë mund të përgatisi? Për shumë, unë jam fanë se shumë e madhe të urshive. Do bëjmë një ditë urshi këtu? Të bëjmë një ditë urshi. Turshi për ditëlindje.
Turshit i bëjmë, por... Do i hamë më vonë. Do na duhet presim 6 tetorin tjetër për t'i ngrënë ka përshtypjen. Duhet pak kohë. Jo, ka turshi të shpejta, ka turshi që konsumon edhe për pak ditë. Si janë të mira, do thoja unë. Ka ato që mund t'i kalojmë në ujë të përvulluar edhe i bëjmë shpejt, o që bëhen për 2-3 orë ose për të Duhet t'ja tregojmë publikut brenda 24 orë. Turshi për ditëlindje ti qofsh. Unë i kam shumë Ti qef. qofsh. Jo, më jo, po pse më gjithë këto ëmbëlsira aty me thartira. Po, ëmbëlsirë, çfarë ëmbëlsire mund të ishte? Një tort amerikane me gjithë frutat e thata brenda. Pra, Wow! fix. Do ma bësh vërtet këtë dhuratë për ditëlindje që po e kërkoj vetë? Po pse mos të ta bëj? jo? Pse mos të ta bëj? E morë të vesh ekipi 6 tetor dhe një festë e madhe për të gjithë. Që e kaloj këndesi, jo? Ja. Syri o djalë punëtor. Faleminderit. Kam djalë punëtor. O djalë punëtor, sa i dushëm je kur flet Florenca. Brumi që zu me një kokër vezë dhe me kos, për të bërë këto petullat tona, po ta shikoni, duhet t'jetë një brum i butë, edhe pak ngjitës dhe me shumë kujdes, pasi unë do t'a lë 30 minuta këtu që ai të aktivizoj atë fryrësin që ka brenda, pastaj do t'a pres në disa copa dhe do kemi gati petullat që ne do të konsumojmë. Janë petulla shumë të mira dhe unë i bëj gati çdo javë ose 2 herë në javë, sepse janë petulla që konsumohen dhe mund të eliminosh bukët me të tillë petulla. Plus gatuan shumë shpejt, besoj. Edhe gatuan shpejto, kështu që ja tani do t'i mbuloj unë me një diçka, po të duam i mbulojmë edhe me atë tasin që kishim e kthejmë përmbys edhe i mbulojmë, me çfarë duam ne, i mbulojmë ose me letër kuzhine, çfarë të kemi, nuk ka ndonjë saltanet për të bërë këtë. Tani që e kemi gati edhe brumin, i bëjmë një rikujtesë edhe publikut për sa i përket recetës, se masat janë shumë të rëndësishme kur flasim për përgatitjen e një ëmbëlsire, apo kur kemi një gatim që ka miellin për bërë. Është delikat, unë mendoj që është art më vetë të përgatitësh miellin. Gjithçka që është me petullat, apo qoftë, edhe keku i thjesht, sërish kërkon një punë më vete. Le të na ndihmojë regjia me paraqitjen e të gjithë recetës, ja themi edhe një herë publiku se çfarë i duhet për të përgatitur petullat me kos. Një vezë, 200 gram nga kosi lufra, një fryrës, pak krip, miellola rreth 350 gram, për shoqërim mjalt ose djath. Ose atë shihen umami, që ne i thamë publikut pak më pak. Po ti flasësh brumit, vjen më shpejt. Çfarë do i thoshe brumit në këto momente? O, brumo, bufalak, hajde shpejt. Edhe më knaq. Brumo, bufalak. Kështu funksionon thua? Funksionon? Shihej një herë. Jo. Është gati? Sepse pastaj ti do kuptosh se si bëj unë magjitë e mia, por jo. Nuk funksionon kështu. Ka dhe një sekret, por nuk do e zbuloj për publikun se pastaj pse jam unë këtu? Ja, tani jemi në momentin që brumi duhet aktivizohet pak. Edhe pastaj do të ndez vatrën e sopës dhe jemi gati për të skuqur petullat tona dhe pastaj do shikojmë se me çfarë do t'i shoqërojmë me djath, me mjalt, kemi edhe djath edhe mjalt. Kush nga nipërit mbesat i do më shumë petullat e tua? Të gjithë. Të gjithë. Të gjithë, të gjithë. Të gjithë. Këto petulla mund bëhen dhe me forma për kënaqur fëmijët, nga ato forma që kanë për fëmijë, e hap aty pak me dorë, e pret edhe i skuq edhe ato han. Tani po haj veshin, tani po haj suratin, tani po haj është argëtim më vete për fëmijët. Je bërë super krijuese për t'i argëtuar ata shtrenjtit e tu. Po. Mirë, tani Florenca, teksa ne kemi mbetur për skuqe. Po, duhet presim brumin të vijë një herë, sepse tham duhen minimalisht 30 minuta. Ndërsa ne çfarë do bëjmë? Sigurisht rikujdojmë publikut ato çfarë ne kemi përgatitur për ju sot. Sigurisht do kemi me regjinë takimin ton të përjavshëm dhe do flasim për astrologji. Do bëjmë parashikimin e 12 shenjave të zodiakut nga hëna në të enjtë, sepse të enjtën bëjmë parashikimin për ditët e mbetura. Çfarë kemi tjetër? Nga Merigjini do bëjmë një kapërcin, do flasim për shëndet, për gjithë ju që keni një merak për sa i përket kilogramve, për të kuptuar se kur jemi të shëndetshëm dhe kur jemi duke shtuar një peshë e cila nuk do të ndikojë për mirë në cilësinë tonë të jetës. Do flasim për obezitetin si shoqëri e cila mund të rrezikohet në rast se nuk ndjekim
atë dietën tonë mezetare, e kemi thënë shpesh herë, për fat të mirë, për sa kohë konsumojmë gjithçka na ofron toka në cilën e jemi rritur, jemi duke konsumuar mirë dhe shëndetshëm. Pra pak do ndalemi te këshilla që duhet i dim për ushqimet që luftojnë obezitetin dhe nga natyrë do kalojmë tek dieta mezetare duke gatuar, por ju një recetë dedikuar me gjithçka ne kemi në këtë tokë të bekuar. Dhe pastaj sigurisht do ndalemi tek shëndeti seksual tek meshkujt, sepse her pas here disa tema i konsiderojmë tabu, por kur vjen puna tek shëndeti, patjetër informacioni është i domosdoshëm dhe ne si media këtë bëjmë. Përdorim një nga funksionet përsa ekzistojmë, pra të edukojmë dhe të informojmë, dhe sigurisht do ndalemi tek ky target group që her pas here nuk e flet me zë të lartë problemin shëndetësor që ata mund të kenë. Dhe për ta mbyllur kemi një personazh shumë interesant, megjithëse jemi dhe akoma në një honën e Milano Fashion Week, kemi një shqiptare, një stiliste e cila ka punuar për brendet markat më të famshme të globit me një karrierë 20 vjeçare. Do mbetesh pa fjalë kur të mësosh emrat që ajo ka veshur. Pa fjalë, ti dhe publiku bashkë. Kështu që i themi publiku i qëndroni me ne, presim brumin të vi, ne shkojmë në dhomën në ndenjës, dërsa ju ndiqni shumë pak publicitet. Magjia e kuzhinës. Sana mungove, a mund të të përqafoj pak? Patjetër. Më du një prietësi. Patjetër. Çfarë ke bërë kështu? E vogla, sepse unë thash publikisht, do ha petullat një herë, pastaj do ha sallatën me kuskus. Dhe ashtu bëra. Sepse unë i kam hedhur dhe pak dashuri, se dyshoj fare. Nuk e dyshoj fare. Maksimum. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Dash edhe ti. Do ha edhe unë, po sigurisht. Unë thjesht dëgjova bisedën për kilogramët e tepërt, i mora këshillat dhe tani është koha t'i shkel disa prej tyre. Jeni të rinj, mbajini këtë peshë që keni, se ju duhet të vazhdoni përpara. E tregova, unë me zi kam humbur atë 13 kilogram, që duhet mundohem tani. Unë kur dua, ashtu, më doj qef mua. E ke shumë të letë ti. E kam shumë të letë, se kam problem fare. Tani, rikujtojmë publiku dhe një herë. Në lufrës, ja ku e kemi. Edhe kemi marrë në djatë deles, mirë. Ja, unë do t'a pres këtu. Okej. Do t'a himo e pak drensan. E pesi sa djalin Barish të Suriani i shpar, i bëri gjitha punët. I bëri qau. Tak. Po pse mos i bëj djali i ri është, do mësoj lumë nusja që do t'a marri. Ujor, thamë, ujor. I tha, jo. Unë jam gafore, por Meri më thaj, kërko ujorin tënë, sepse do t'a shurohet. Unë e kam nusen ujore. Janë shumë të mirë ujor. Edhe ne kemi Borionin në ekip ujor. Janë shumë të mënçur, po edhe shumë të dashur dhe shumë social. Tani, ja themi edhe një herë publikut se çfarë duhet të shumë me kujdes në përgatitjen e kësaj recete. Ne kishim punën shumë të lehtë sot, se na duhej vetëm kosi edhe mielli, por na duhet edhe një vezë, një fryrës, po në rast se kemi miell ola nuk na duhet fare, se ka një tipologji mielli që e ka fryrësin, na duhej pak krip, na duhej për shoqërim mjalt ose djathtë. E zëm një brum të butë, e thash nuk bëhet brum i fort. E punojmë, hedhim pak miell këtu në tavolin, vendosim brumin, e punojmë dhe e mbulojmë me një enë ose me një letër transparente guzhine. E lëm 30 minuta dhe pastaj bëjmë një pjesë brumi të stërgjatur dhe i presin në copat vogla dhe me dorë shtypin formën e petullës. Nëse keni forma në shtëpi dhe doni ti servirni në mënyrë estetike të bukura, merrni format, priteni brumin, pasi i keni hapur me pecë ose me rryl, edhe skuqini në një temperaturë mesatare. Mirë, një koment të fundi, jemi në limit. Kjo receta plotësuese do e bëjmë sot apo nesër? Jo, nuk do ta bëjmë. Nuk do ta bëjmë, sepse kishim recetën tjetër. Petullat i hëngrëm, publikut i themi të lumshituar, faleminderit shumë, emrin shpejt. Kjo është petulla Roy, një pijim i bukur me sy boqeli. Mirë, ikim në një shkëputje të shkurtër publicitare, sepse do flasim për shëndet pastaj. Qëndroni me ne.